Bregdeti shqiptar po vuan. Nga Velipoja ku forca e valve po e shndërron në hy një pyll me pisha shekullore, deri në Golem ku cimentimi po përshpejton erozionin. Mbi turizmi po shton ngrohjen globale dhe urbanizimin kaotik. NASA, detet janë rritur me 10 cm në 30 vitet e fundit. Rritja e nivelit të detit po ndikon në të gjithë planetin. Sipas NASA-s, nga viti 93 deri në 2023, niveli mesatar i detit në tokë është rritur me 10 cm. Në Shqipëri, ku turizmi ka shpërthyer masivisht, ka 5.9 milion vizitorë në vitin 2018, në mbi 10 milion në vitin 2023. Shtimi i numrit hoteleve, restoranteve dhe bareve në plazh po shkakton pasoja edhe në natyrë. Nga 273 km vi bregdetare që laget nga deti Adriatik, 154 km janë të prekur nga erozioni. Besiana Shehu, një specialiste e planifikimit urban për Agence France Presse. Në Velipoj në veriun e largët vendit deti përparon me më shumë se 5 metra çdo vit dhe futet më shumë se 200 metra në pyll, duke kërcënuar një ekosistem të tërë që nuk mund të mbijetojë në ujë të kripur. Në Bregdet, pishat me zi po i rezistojnë agresivitetit të valve. 10 trungje pemë shtrihen bllokuara në rër, disa të braktisur pas tuhive të dhunshme të ditëve të fundit të prillit. Ishulli i zbuluar nga hartografët e perandorisë, edhe pse ishulli Franz Josef në kryeqderdhin e lumit Buna ekziston ende në guidat turistike dhe në harta, që nga viti 2012 i është dukur pasi është gëlltitur nga deti, i emërtuar nga hartografët austriak në vitin 1870. Për nder të ish perandorit, ishulli ishte rezultati depozitave pjellore aluviale. 150 metra larg Bregdetit, 19.5 hektarët e saj ishin mbuluar me pyje dhe bimësi të egër. Një parajs për shumë lloje zogjsh deti, një streh paqeje edhe për ne është dukur plotësisht. Talu Lecoli, menaxhere e një bari të vogël në plazh, ishulli u zhdu gradualisht viktime rritjes së nivelit të ujit dhe erozionit, por ndërtimi i digave dhe hidrocentraleve në rajon rezultoi të ishte një faktor vendimtar, i cili përshpejtoi zhdukjen e tij, u shpreh Ervis Krymi, profesor i gjeografisë. Banorët e Kunes, disa kilometra më në jug, janë gjithashtu të shqetësuar. Vit pas viti studitë detare shtohen dhe Bregdeti tani i ngjan një varrezë pemësh. Për shkak të ndryshimeve klimatike në vitet e fundit, deti është bërë shumë agresiv, duke përparuar drejt tokës me një ritëm frenetik, paralajmëron Jak Gjini, një ekspert mjedisor nga Lezhë. Të përpir nga valët, bunkerët e ndërtuar përgjatë Bregdetit nga diktatura komuniste shqiptare në vitet 70 janë zhdukur. Kjo ka zhvendosur edhe baret e vogla buzdetit që menaxhohen nga familjet vendase. Forca e detit ishte e tillë që edhe thasët e mbushur me rër nuk kishin asnjë vlerë. Bunkerët e fundosur të regjimit. Këtu dikur kishte 2 bunker, tani janë në ujë. Deti po vjen dhe do të na marrë gjithçka. Brenda 4 ose 5 vjetësh nuk do të mbetet asgjë, tha Vera Vasliaj, pronare në një restorant vogël të quajtur Poseidon. Ajo e thot këtu me një zë dridhur, sikur shpreson që perëndia greke e detit do ta mbrojë. Autoritetet shqiptare thonë se rritja e nivelit të detit përbën rreziqe serioze për mbytjesh për shumicën e zonave urbane të vendit. Në total, deri në vitin 2030, afërsisht 32% e sipërfaqes habitateve bregdetare do të vuajnë pasojat e drejtpërdrejta të përmbytjeve, njofton Agjencia e Emergjencave Civile. Në Golem, 49 km në jug perëndim të Tiranës, pronarët e hoteleve janë të shqetësuar. Prit indiferencën e autoriteteve për të gjetur zgjidhje dhe për të ndaluar urbanizimin e pakontrolluar në Bregdet. Deti me zi pret që autoritetet të zgjohen, ankohet Vindule, menaxher hoteli. Gjatë 16 viteve të fundit, plazhi ka humbur rreth 70 metra vi bregdetare. Shumë fishimi i hoteleve ka përkeqësuar më tej erozionin dhe po zvogëlon rërën në të cilën mbështetet për të tërhequr turistët. Është një fenomen shumë shqetësues që ka një ndikim të drejtpërdrejtë në ekonomi dhe turizëm. Nëse nuk arrim të ofrojmë kushte çadras shëzllojnë gjë aktivitete në plazh, na ulim cilësinë e ofertës sonë, e cila më pas përkthehet në shifra, përfundon Dule.